Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe nga ëngjëjt që na thonë ëngjëjt për ditën e sotme. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ç'na thonë ëngjëjt për ditën e sotme? Kërkoni një shenjë në univers, në këtë ëngjël tuaj për të bërë realitet ëndra juaj. Sepse duke kërkuar një shenjë nga ëngjëlli juaj, ju do të ndryshoni dhe tek pjesa e botës tuaj shpirtërore. Në këtë moment duhet të zgjidhni se çfarë duhet të bëni në jetën tuaj. Pra ju duhet të veproni, mos të rini në qetësi, por të veproni, të hypni këtikalit dhe të veproni, të kalëroni, të ecni, sepse duke lëvizur ju shëroni botën tuaj të brendshme. Shëroni atë shpirtin tuaj. Dhe mbas shërimit të shpirtit tuaj, ju do të vi një bollëk i madh shpirtëror, financiar, pra do të vinë gjëra të mira në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Tani do marrim disa mesazhe nga yjet, nga hëna dhe nga dielli. Yjet. Qielli i yjeve është tapeti ku ecin ëndrat tona. Yjet nuk janë larg, janë brenda nesh, në shpirtin që ndriçon. Shpirti që sot ditë yjet nuk humbet kur rrugën e tij. Hëna. Si hëna që rritet nga dalë dhe shpirti zgjerohet me durim. Errësira është vetëm sfond për dritën e hënës. Hëna është magjia e natës dhe misteri shpirtit tonë. Dhe dielli është zemra qiellore që rreth për jetën. Çdo rrezë e dielli është një përqafim i padukshëm nga universi. Mos haro dritën tënde edhe kur ec të fshenjë diellin. Këto ishin disa mesazhe nga yjet